Një prej rregullave më të mira që kam lexuar në raport me njerëzit, pra se si duhet të sillemi. Thotë, pranoj njerëzit ashtu si janë. Mos u mundo të ndryshosh ata, nga se nuk ke mundësi. Pse nuk ke mundësi? Sepse rrethonat, koha, vendi, situata, krejt këto e kanë formu këtë njeri me vitet të tona, andaj nuk ka mundësi ky me ndryshu sipas qefit të tjerëve. Pra, pranoj njerëzit ashtu siç janë, por këto është ajo mrekullia e kësaj rregulle. Thot, pranoj njerëzit ashtu siç janë, thot, mirë po thot, vendosin në pozitat e merituara të tyre. Dikon e ki veç shok të larg, dikon veç e ki një përshëndetje, dikon e ki më të afërt. Pra kur ti vendos këta në këtë rregulla, atëherë ata do të jetën të lumtur.